Kjo është që shumë e madhe. Kjo është të musliman dhe muslimane e bën shumë krenar. Unë nuk jam kundër hoxhës kombit musliman Elvisno. Po pse një shqiptar që na ndjek neve mos ta marr informatën e sakt se e vërteta është me ata njerëz që i përmbohen librit. Këtë rast ne i përmbohemi Kuranit. Pse përmenet Ramazani se në Ramazan pranohen lutjet, këtë rast thirrjet, ose pse në Ramazan bile me kanë edhe i kanë me narracione thënë se Ramazan shejtanët lidhen kurse në Ramazan i kanë konfliktet dhe më të mëdha që i kanë ndërmjet vetit tash të quajtur që quhen musliman, është ashtu ajo. Dhe ki fillim me nis thirrjen e tij me 3 lutje. Me 3 lutje dhe tash ishte e ka gabim. Zotja u ka shtruar juve për t'ju pranuar. Dhe ka thonë 3 lutjes kthehen mbrapsht, 3 lutjes kthehen mbrapsht. Asoj. Dhe më thonë 3 lutjes kthehen mbrapsht. E nis me 3 lutje, po pastaj dalin 5. Ta shohim se do është lutja e po. Tha ai që është agjërueshëm derisa të vi koha e iftarit. Mos thuj çat lutem, ti them unë. Ça lutem unë? Ti them unë disa eksperiencë të mia që mos lodhesh fare. E para, i madhi Zot në Ramazan, i madhi Zot të qofsh shafal, më falem mëshira. Kështu, thirrja është gabim. Mirë po ato njerëzit që ndëgjojnë dhe jetojnë me atë frigën e vdekjes, botës tjetër, ku janë programu, ki i kapë në frekuencë dhe i tërheq me veti. To thirrje me kërku falje të Perëndia janë të gjithnjë. Gjithnjë ne do të me qenë lidhje me Zotin tonë, duke kërku falje, duke kërku mbrojtje, duke kërku strehimin taj. Pa ajo çka është më e rëndësishme me kuptu, është se kur e ban një thirrje, kur thu Zot, më fal, duhesh me shty edhe gjendjen aktuale, momentale se ku je. Zot, më fal mua, sikur se më ke fal deri më sot, dhe më ke rujt deri në këtë ditë sotit me ta bëun ty përsëri këtë. Dhe më thonë, thirrja e këtij apo lutja e këtij nuk ka connection, nuk ka binar. Shkojmë te thirrja e dytë ta shohim. E dyta, i madhi Zot të qofsh shafal, më mbulo me të mirat e tua në këtë botë. Dhe shumica mendojnë se ke ka mirë, thirrjen e ka mirë. Dhe të gjitha ata të cilët i bëjnë thirrjet kështu, për shkollës këtij, Zoti nuk i përgjigjet. Ato do me po zemrën shumë të mirë, me qenë punëtor shumë të mirë, që Zoti më ju përgjigj thirrjet që ato i mendojnë çdo ditë. Se kur thu Zot, dhe i kërkon Zotit të mira, ti duhesh me tregu gjendjen momentale se ku je. Se në momentin ti kur ban thirrje, se thirrja nuk është ankesë, se ka ankesa në Kur'an. Do më thonë, thirrja thu Zot, do më thonë, nëse më thonë mu të mira dhe furnizime, bi këto furnizime dhe këto të mira që mi ke dhonë, se Zoti ka shumë, ma shumë më të dhonë, bi këto që ti ka dhonë, se ti Zoti po ta mundson, me bo thirrje, me kërku përsëri. Dhe më thonë, ki s'ka binar, s'ka connection. Hajta shumë i tjetërën. 3. I madhi Zot më mbulon me të mirët e tua në këtë botë, mua, familjen time dhe gjithë muslimanët dhe muslimanet e botës. Kjo është mo thirrje që del jashtë çdo kontekstit. Një thirrje e këtill nuk ekziston në Kur'an. Domethënë, ky hoxha i kombit musliman i ekraneve televizive të Tiranës, ky familja e tij, xhamia e tij e perceptojnë se duhet botën me sundu musliman. Andoshta fqiun e parë në Tiranë e ka shqiptar ose e ka të një besimi ti. As një thirrje nuk është në Kur'an si që e ban ki këtë. Dhe më thonë ki e ka gojle me rakosit për globalizmin, a kanë me sundu musliman botën, dhe a kanë marrë Imam Mehdia me kalit barë të xhamia e tabakve Tiranës. Ta shumë thirrjen
tjetër se ki nis me 3 po përfundon me 4 e 5, dëgjoj. Po ti kujtoj shpejt. I madhi Zot, mbot jetoj si muslimani i devotshëm, të vdes si muslimani i devotshëm dhe kur ta jap shpirtin ty i madhi Zot, i kënaq me mua. Dëgjoj tani. Kjo musliman, kur e ndëgjojnë shqiptarët, mendojnë se do të me qenë musliman, i kombit musliman. Sukur Naim Tërnova që i kish reagu për këtë shtetin Bektashi. Thot ato janë grup religios, për Bektashit. Pse Naim Tërnova dhe të gjithë hoxhallarët, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, në Shqipëri, fenë islame e kanë komb, muslimanizmin e kanë komb. Atë se ti bone një thirrje që ato me pranu imamin e shqiptarëve. Ato nuk e pranojnë, ato me pas mundësi bëjnë gjëra më të shumtuara. Ato jetojnë me bindje se ato janë në komb, ato janë kombiri. Ato shqiptarinë e pranojnë vetëm kodër të asoj pse janë musliman. Edhe tani, tu është ajo ndeshja, ajo e vërteta me të pavërtetën. Ato vend që me pranu se puna e tyne është një grup, edhe ata e një grup religion që e besojnë Zotin në një mënyrë të caktuar që ishva kalon Baba Sultan. Po jo, ata nuk e dojnë ata dojnë feja jonë. Feja jonë do me thonë kombi jonë, se i përzinë edhe intelektual nuk i tin këto gjëra feja dhe komb, do me thonë kombi është feja është komb. Janë një gjë, do me thonë feja është fjale shqipës, është manifestim. Gjuha jeme është feja ime. Syri jeme është feja ime. Do me thonë toka ime është feja ime. Sjellja ime, si dhe mosh është feja ime. është manifestim. Kjo është manifestimi jem. Manifestim, kush jam, flas shqip. Edhe këto i kam përzi se aje e do me trashigu atë, edhe prandaj thot, Bektashit janë grup religios, dhe ti qka je? Ja, na imi fej. Po qka unë feja? Sa i do me dominu, sa i do pushtet, që i kanë mashtru këtë sistemi reptilian, ku janë demonët, ku janë shejtonët. Ta shumë e pensta, qka është, se këtë të kje e katërta, është e vërtet se ne du të me thonë, Zot, në bënd të mundshme të jemi të nënshtruar me paqdashësi, kur ta japmi shpirtin. është krejtësisht diçka tjetër, prej asoj Zot në bënd të mundshme të vdesmi si musliman. Nuk du me vdek si musliman si Molla Xhevxeti, as si Molla Naimi, as si Molla Elvisi. A bën me potencu ason, nuk du të vdes si për ata. Fëll. Po thënë ta potencoj edhe unë që ason nuk du të Po dhe, vdes. amo ti do, edhe ti edhe unë dojmë me vdek si paqdashës, të dorëzuar, si paqdashës, pa ju imponu tjerve. To neve na imponohen me një fet këtyre të Bagdadit dhe na i paraqesin dhe dojmë na imponu si kom, kur feja e tyne, baballarët e fejës, tyne kanë vdek moti, janë gërmadhat historise, kanë fjallën për perandorise, feja islama është feja e regjimit abasit, s'ka të baj kur gjo me Kur'anin. Kur gjo s'ka të baj me Kur'anin. Ta shqiptarët kanë fillu më zgju, po këtë intelektual tut me reflektu. Besimi është i fshehur, është shpirtëror, është lidhja e njeriut me Zotin, është një lloj konspiracioni, ashtu e kin Kur'an. Të gjitha frazat Kur'an janë o ju që keni besuar, o ju që keni lidhë sigurin. Cilën siguri? Sigurin e shpirtit thuaj me ilaj. Edhe kita jeti 3 e surja Al-Bakara. Kurse qëndrimi në lidhjen salatet janë më e keni kuptu në vijë horizontale, në vertikale të përgjithshme. Prej lidhjeve tona, angazhimeve tona, ne furnizohemi. Ushqejmë familje tona, apo shpenzojmë. Kurse kur shkojsh xhamimi, furnizohet vetëm hoxha. A di sa let është mi kuptu për shembull. Hajde të shkojmë te e 5 ta shumë çka ka thonë. I madhi Zot në ditën e gjemës madhe, dhurot xhenetet e përjetshme, mruj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Mjafton kjo. Tani, atë që e thamone, e kanë me destinacion. Këta e besoj që ka botë tjetër, por në botë tjetër është xheneti dhe xhenemi. Dhe xheneti, si pas konceptit të Elvis Naçit dhe të këtë muslimanve, është xheneti është një vend ku kanë me hi musliman. Mirë, po nuk e kanë një ajet, o dalmat, që musliman hinë xhenet. Mirë po,
Që i shepone të thirën, Zot, ma ban të mundshme? Të vdes si shqiptar edhe agjerimit ma pranësh si shqiptar. Edhe ta dërzoj shpirtin? Si shqiptar. Si shqiptar. Paq dashës. Si shqiptar, paq dashës. Që shka bukur thot, pa që dashës. Po kjo të qënë gjenet. Da matë dhe mirë në gjofshim. Faleminderit për bisedën, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Faleminderit miq që na ndoqët dhe jemi me juve 24 orë. 24 orë. Roft populli shqiptar, Zoti e bekoft shqiptarinë dhe fento. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Kuj pas ka drip? Kuj është tallë kjo fe shqiptaria? Timit. Në Shkup, çdo 3 orë po vjen tërmet. Zoti e di çka ndodhet.